Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Ekstradohet nga Spanja Eugene Drazi, 34 vjeçari, antar i grupit Elvis Doçit, i njohur si Visi i Pojës, trafikuan miliona euro kokainë në vendet e Europës. Rriten rastet e grave dhe vajzave të prekura nga kanceri i gjirit. Gjatë vitit të kaluar u shënuan 224 vdekje. Kontrollet në kohë mund të shpëtojnë jetë. Studiot ndërkombëtare të arkitekturës prezantojnë projektet për Parkun e Besimit. Kryeministri Rama thotë se investimi mishëron tolerancën fetare. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Eugene Drazi, i klasifikuar si një prej antarëve kryesor të grupit Elvis Doçit, është sjellë në Shqipëri nga autoritetet spanjolle. 34 vjeçari akuzohet për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës në vende të ndryshme të Europës. Pak më parë, SPAK sekuestroi mbi 12 milion euro pasuri që i përkisnin pikërisht antarëve të këtij grupi. Një nga personat e kërkuar nga drejtësia i akuzuar si antar një grupi të rrezikshëm kriminal është ekstraduar nga Spanja në vendin tonë. Në masat e forta të sigurisë, Eugene Drazi, 34 vjeçari shpallur në kërkim nga SPAK për trafik droge, në kuadër të operacionit të koduar Ura, ka mbërritur mbrëmjen e së premtes në Rinas për t'u përballur me drejtësinë. Drazi u arrestua me 8 gusht në Spanjë, ndërkohë që akuzohet si trafikant i drogës në disa shtetet e Evropës, si në Norvegji dhe Belgjik, në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. 34 vjeçari ishte një nga antarët e grupit kriminal të drejtuar nga Elvis Doçi, i njohur dhe si Visi i Pojës. Ky i fundit u arrestua nga autoritetet spanjolle në një shtëpi luksoze. Sipas hetimeve rezulton se Drazi ishte personi i fundit që ka takuar Miklo Vandakajn. Ky i fundit rezultoi i zhdukur që në muajin maj, ndërkohë në shtator trupi i tij u gjeti pa jetë në Marbella të Spanjës. Operacioni Ura kishte në fokus 3 grupe të krimit të organizuar me aktivitete gjërë në trafikimin ndërkombëtar të drogës, kokainë dhe heroin, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Ishin autoritetet e huaja dhe prokuroria posaçme, të cilët goditen aktivitetin kriminal, ndërkohë hetimet kishin nisur që në vitin 2016. Zbërthimet e SKCC nxorën në parë rolet antarëve dhe sasitë më dha të kokainës së trafikuara. Sipas SPAK, paratë të drogës silleshin në Shqipëri ku investoheshin në pasuri të paluajtshme dhe në biznese. Pjesë e organizatës ishin 3 grupe kriminale, kryesori në Durrës dhe 2 të tjerë në Itali. Kujtojmë se në muajin qershor gjykata posaçme sekuestroi me urdhër të SPAK 21 pasuri me vlerë 12 milion euro në Durrës dhe në zona të tjera, që rezultonin në emër të antarëve të këtij grupi ose të afërmeve të tyre. Policia e Tiranës ka arrestuar një 22 vjeçar pasi u gjet një sasi kokaine. Sipas bluve, në pranga ka rënë Endri Popa, i cili dyshohet se shpërndante drogë në zonën e Kamzës. Të riut i është sekuestruar sasia e kokainës, ndërkohë që në banes i u gjet një peshore elektronike, si dhe u sekuestrua mjeti dhe celulari i tij. Blut e ndaluan mjetin që drejtohej nga 22 vjeçari në bulevardin Nën Tereza, ndërsa pas kontrolleve u gjet edhe kokaina. Kanceri i gjirit ka marrë 224 jetë vetëm gjatë vitit të kaluar. Një grua që ka mundur të mposhtë sëmundjen tregon betejën e vështirë, ndërsa i bën thirrje të gjitha vajzave dhe grave të mos neglizhojnë kontrollet. Vendimi për të kryer një kontroll shëndetësor ishte momenti përmes të cilit Alketa Sukalla 2 vite më parë kuptoi se kishte një shqetësim serioz me gjirin. Në një intervistë për Vision Plus, ai rrëfen se si e mori lajmin e diagnostikimit me kancer gjiri, ndërsa mos pasi asnjë shenjë e kishte bërë ta neglizhonte situatën. IMM kishte patur shqetësime ndër vite me gjirin. Prej pandemisë u shkëput dhe nuk bënte kontrollet siç ja kishin rekomanduar mjekët, mosha bëri të vetën me neglizhencat që i kemi tipikisht në gratë. Nuk vete. Për t'i dhënë kurajo, unë prenotoj paket për vete, mamin edhe ti me motër. Isha shumë e qetë sepse unë nuk isha asnjë shenjë. Për t'i dhënë kurajo futem vete para që të bëja ekon dhe vizita nuk rezultoi aq e qetë.
Ishte një rrugë që mund t'ja kisha kursyer vetes, thot me lot në sy Elketa Cukalla, gruaja që fitoi betejën me atë që konsiderohet si sëmundje e shekullit, ndërsa jep një apel për të gjitha gratë të cilat shpesh lën pas dore shëndetin e tyre. Nëse unë do kisha bërë kontrollet periodike që i përkasin moshës time, minimalisht një herë në 2 vite, do isha diagnostikuar më herët, gjërat nuk do kishin shkuar ashtu siç edhe shkuam. Ne mendojmë në përditshmërinë tonë që të mos lësh familjen pa gatuar, pa hekurosur, pa bërë detyrat e gruas, është e para dhe më e rëndësishme në familje. Në fakt në ato momente unë kuptova që duke neglizhuar të parin dhe më të rëndësishme në shëndetin, i kisha bërë dëm fëmijëve të mi, prindërve dhe tim shoqi. Unë insistoj që kushdo mund t'ja kursej vetes të paktën përgjirin, duke bërë atë që duhet bëj çdo grua. 224 gra humbën jetën gjatë vitit të 2024 nga kanceri i gjirit, ndërsa u regjistruan 805 raste të reja, mes të cilave 14 prej tyre ishin meshkuj. Duhanpirja në Shqipëri është ende në nivel shqetësues. Të dhënat tregojnë se mosha e konsumatorëve ka ardhur duke ulur. Ekspertët thonë se nga 10 të sëmurë me kancer mushkërie rezulton se 9 prej tyre kanë qenë duhanpirës. Numri personave që konsumojnë duhan ka shënuar një rënje në 2 dekadat e fundit, por sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shifrat mbeten ende në nivele alarmante. Roland Shuperka, ekspert për kontrollin e duhanit, thotë se 38% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç në vendin ton janë konsumues të duhanit, duke kthyer këtë në një shqetësim serioz për shëndetin publik. Janë 38% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç që pinë duhan. Pra shifrat në Shqipëri janë të tilla që duhanpirja është në nivel të lartë dhe është një problem shumë i madh për shëndetin publik. Në 10 të sëmurë me kancer mushkërie, 9 janë konsumatorë të duhanit nga i duhani me ty, me djegje. Shuperka ndalet gjithashtu edhe te konsumimi i cigareve elektronike, të cilat sipas tij po kryejnë varësi te grupmoshat e reja. Grupmoshat e reja është papranueshme që të përdorin qoftë edhe këto produktet e reja të duhanit. Këto produkte nuk lejon të përdoren dhe nga qytetarë të thjeshtë që s'janë konsumatorë. Këto janë produkte që ti të pish një produkt më pak të dëmshëm, që të kesh më pak sëmundshmëri, deri në momenti që ti të arrish që ta lësh duhanin. Pra dhe këto produkte përdoren për lënien e duhanit. Këto lloj produktesh në mënyrë absolute nuk mund të bëhet fjalë që mund të përdoren në moshën 18 vjeç. Këto japin mundësinë që nesër këta të rinj të kthehen në duhanpirësa, sepse jep varësinë. Ligji që ndalon duhanin brenda ambienteve të mbyllura është një tjetër çështje e cila sipas ekspertit Shuperka shpesh lihet në harres nga institucionet. Nuk respektohet ky ligj. Ky ligj nuk mund të zbatohet në qoftë se trupat inspektuese nuk do jenë të ndershme që të gjithë të vendosin në një rrisht të barabartë. Pra nuk mund të zbatohet ky ligj. Tek një lokal kërkon masa represive, tek tjetri nuk lejon edhe këtë. Pra të gjithë duhet të jenë në një rrisht të barabartë. Ndryshe ky ligj nuk mund zbatohet. Situata duhanpirjes mbetet shqetësuese, duke qenë edhe një prej shkaktarëve kryesor të vdekjeve në botë. Nisur nga kjo, OBSH kërkon forcimin e masave nga ana e qeverive, duke rritur taksat mbi produktet e duhanit, ndalimin e reklamave, si dhe kontrollimin dhe rregullimin e produkteve të reja të nikotinës. 2 turistë nga Zvicra, të cilët humbën rrugën gjatë eksplorimit të parkut kombëtar të Shebenikut, janë gjetur nga policia e Librazhdit dhe punonësit e zonave të mbrojtura. Salla operative e Komisariatit të Policisë Librazhd mori njoftimin për ngjarjen dhe menjëherë organizoi kërkimet në terren. Uniformat blu dhe punonësit e zonave të mbrojtura u angazhuan në operacionin e kërkimit, duke u përballur me terrenin e vështirë malor, por fatmirësisht turistët u gjetën në gjendje të mirë shëndetësore.
Surit më të çmuara të shqiptarëve, toleranca fetare do të ketë edhe një hapësirë të dedikuar për promovimin e saj. Studio të njohura ndërkombëtare garojnë për ndërtimin e Parkut të Besimit në Petrel. Për kryeministrin Rama, ky projekt është një simbol i bashkëtesës së të gjitha komuniteteve fetare. 12 studio arkitekture nga vende të ndryshme të botës prezantuan projektet e tyre për Parkun e Besimit, një hapësirë që do të ndërtohet në Petrel, brenda të cilit do të bashkëjetojnë të gjitha komunitetet fetare në vend. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se ky park do të jetë një hapësirë reflektimi shpirtëror dhe gjithashtu shpalos qartë historinë e vendit tonë. Ky është shumë më tepër se ndryshimi një hapësire, është një transformim kuptim plot dhe s'ka të bëjë me fshirjen e të shkuarës, por duam të mbjellim pemë, shpresë e vazhdimsi. Parku i Besimit nuk është simbol i fesë, është një faltore adhurimi që nuk bën pyetje se në çfarë besoni. Të vini reformën e pemëve të Ullirit dhe të kuptoni atë çfarë kuptuan paraardhësit tanë, që zhvillimi nuk është thjesht në sfond, ishte në fakt shkrim i shenjtë. Kryeministri shtoi se shqiptarët nuk kanë nevojë të shpikin tolerancën fetare, pasi ajo ekziston prej shekuj tashmë. Në vend ku askush nuk pyetet në çfarë ande qëndron, por pyetja vetme është a mundesh ende të mrekullohesh nga jeta. Ne shqiptarët nuk kemi nevojë të shpikim tolerancën. Komunitetet tona janë rritur në xhami kisha. Trashëgimia jon nuk ka qenë për herë lehtë, por ka qenë e urtë. Sipërfaqja ku do të ndërtohet Parku i Besimit është 210.000 m2, buzë luginës e Erzenit. Projekti duhet të ideohet për të pritur 30.000 vizitorë në vit. Brenda tij do të ketë struktura që do të shërbejnë për evente të vogla, por edhe për ngjarje me kapacitet deri në 500 persona. Ministri e Infrastrukturës Belinda Balluku pa nga afër ecurinë e punimeve të rrugës Elbasan-Rogozhin. Ajo siguroi se ky aks që do të çlirojë ndjeshëm trafikun dhe do të shkurtojë kohën e udhëtimit, do të jetë gati verën e vitit tjetër. Punimet e aksit rrugor Elbasan-Rogozhin loti i 5, po ecin me ritme të shpejta. Zëvendës kryeministria njëherë si ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku inspektoi punimet e segmentit Papër Ura e Grykshit, ku shpreh optimiste se do të kapen afatet për të përfunduar punimet brenda verës së vitit të ardhshëm. E rëndësishme është të thuhet që kemi një afat për të kapur dhe është afati i qershorit 2026 ku dëshirojmë të përfundojmë totalisht sipas afateve kontraktuale 18 kilometrat e parë të këtij segmenti. Ky aks do të lejojë automjetet që të ecin me një shpejtësi limit për 130 km/h. Shpejtësia e projektimit është 140 km/h dhe shpejtësia e realizimit të projektit është 130 km/h. Kemi 2 korsi nga secili krah. Balluku theksoi se qeveria do të kujdeset për të krijuar akses të mjaftueshëm në zonat bujqësore pranë autostradës. Qytetet arrim të kuptojmë që janë zona bujqësore dhe që detyrimisht duhet krijuar akses edhe nëse nuk janë sot në përdorim, mund të jenë në një të ardhme bazuar në të gjithë paketat. I gjithë projekti me gjatësi 18 kilometra, ka 6 ura. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.